Në një deklaratë tronditëse me tone të ashpra, presidenti i Venezuelës Nicolás Maduro ka akuzuar publikisht mafian shqiptare që vepron në Ekuador për përfshirjen në një komplot terrorist me objektiv destabilizimin e zgjedhjeve të 25 majit në Venezuelë. Gjatë një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp, Maduro deklaroi se mafia shqiptare që sundon Ekuadorin ka dërguar mercenar për të vendosur bomba në territorin venezuelian. Ai i quajti autorët terroristë të kontraktuar, duke theksuar se ata janë kapur nga autoritetet përpara se të ndërmerrnin veprime. Në përballje me kërcënimet që janë denoncuar edhe nga kolegu ynë, José Cafejo, po ju them se 38 mercenarë të rinj janë arrestuar. Mafia shqiptare që kontrollon qeverinë e Ekuadorit ka dërguar disa nga mercenarët e saj të trajnuar për të vendosur bomba në Venezuelë. Ata janë kapur, tha Maduro. Maduro akuzoi Shtetet e Bashkuara, Kolombinë dhe Ekuadorin se kanë dërguar mafian shqiptare në Venezuelë për të futur pajisje shpërthyese dhe për të penguar zhvillimin e dur të zgjedhjeve, shkruajnë mediat venezueliane. Mafia shqiptare në Ekuador, shqiptar të përfshirë në trafikun e drogës në Kolumbi dhe ata të lidhur me Daniel Noboa në Ekuador. Pse pikërisht këta? Sepse atje ndodhet edhe Erik Prince. Dhe nëse është Erik Prince, atëherë është edhe perandoria amerikane. Ata janë pas gjithçkaje. Ne e dim çfarë po ndodh dhe ne dim si të veprojmë me unitet perfekt mes shoqërisë civile, ushtrisë dhe policisë, shtoi presidenti venezuelian. Më 19 maj, presidenti Nicolás Maduro denoncoi çmontimin në Venezuelë të një komploti sabotimi kundër zgjedhjeve të 25 majit, të lidhur me mafian shqiptare, Daniel Noboa në Ekuador dhe Erik Prince në Shtetet e Bashkuara. Në deklaratat e tij, ministri i brendshëm i Venezuelës urdhëroi pezullimin e fluturimeve nga Kolumbia në Venezuelë, duke pretenduar se këto lidhje përdoren nga mercenar për të hyrë në Venezuelë për qëllime terroriste. Ai deklaroi se janë ndaluar 38 persona përfshirë 17 të huaj, të cilët vinin nga vende të tjera, por përdoren fluturime nga Kolumbia për të hyrë në Venezuelë. Lidhur me Shqipërinë, ai tha vetëm se një burr shqiptar me shtetësi kolumbiane u arrestua së fundmi në aeroport. Cabello tregoi një fotografi të burrit të identifikuar si Enit Kasmi, i cili sipas ministrit kërkohet ndërkombëtarisht për trafik droge, megjithse Cabello tha se një kërkesë e tillë nuk shfaqet në të dhënat kolumbiane.